Fshati Suadall, që ndodhet në anën veriore të lumit Iber, tashmë shndruar në Mollshere, mos nënshkrimit të marrëveshjes që do të definonte kufirin administrativ mes dy komunave të Mitrovicës, asaj jugore dhe veriore. Rreth kësaj çështje, më herët u mendua se qëndrimet mes palëve janë përafruar. Mirëpo, ato vazhdojnë të mbeten ende larg, secila në pikpamjen e vet. Derisa Prishtina zyrtare thotë se kufiri administrativ i komunës së Mitrovicës së Jugut, bazuar në hartën që del nga dokumenti i Marti Ahtisarit, dokument ky në bazë të cilit është pallur pavarësia e Kosovës në vitin 2008, përfshin brenda edhe fshatin Suadall, që ndodhet në anën veriore të lumit Iber. Veriorët e kundërshtojnë një gjë të tillë. Ministrja për dialog, Edita Tahiri, ka bërë të ditur për Kosova Press se kjo çështje është përcaktuar qartë me ligjin për vijat administrative komunale të Republikës së Kosovës dhe nuk do të ketë kurrfarë ndryshimi rreth kësaj. Ajo ka potencuar se asnjëherë në Bruksel nuk është diskutuar kjo çështje dhe as që do të diskutohet, sepse është çështje e brendshme e Kosovës. Edhe kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, theksoi se kufiri në mes të jugut dhe veriut të Mitrovicës betet në përpikëri ai që ka qenë më herët. Sa i përket kufirit të pjesës veriore dhe jugore të Mitrovicës, është konfirmuar qartë se kufiri është ai që është përcaktuar me pakon Ahtisarit dhe se nuk do të ketë asnjë ndryshim, sepse askush në Bruksel nuk e ka cënuar dhe se ka prek pakon e Ahtisarit. Kufirin mbetet në përpikëri ai që është përcaktuar më herët. Ndërkaq, kryetari i veriut të Mitrovicës, Goran Rakić, foli ditë më parë kësaj çështje, duke thënë se vijat administrative në mes të Mitrovicës veriore dhe jugore akoma s'kan përfunduar. Vija administrative në mes të Mitrovicës veriore dhe jugore akoma s'kan mbaruar. Kemi biseduar disa herë unë dhe kryetari Batiri, ku kanë qenë të pranishëm përfaqësues të BE-s dhe ambasadave, nuk kemi gjetur një zgjidhje për kompromis dhe jam i mendimit se kjo çështje duhet të kthehet për zgjidhje në Bruksel. Gjatë procesit të zgjedhjeve në Mitrovicën veriore, qytetarët e Suhadollit kanë votuar në veri. Pastaj kemi këshilltarë të cilët janë pjesë e Kuvendit Komunal të Mitrovicës veriore, andaj nuk mund të heqim dorë as let, theksoi Rakić. Në anën tjetër, shefja e BE-s në Kosovë, Natalia Apostolova, gjatë vizitës së saj para disa ditësh në veri të Mitrovicës, ka shprehur shpresën e saj se në të ardhmen më nuk do të flitet për Mitrovicën veriore dhe jugore, por vetëm për Mitrovicën. Më lejoni të them se shpresoj që së shpejti nuk do të flasim më për Mitrovicën veriore dhe Mitrovicën jugore, por do të flasim vetëm për Mitrovicën, kjo është dëshira ime, tha ajo.